Futbollisti serb Nenad Tomovic, në një intervistë për mediumin Sportinho, ka folur për sfidën e radhës mes Serbisë dhe Shqipërisë, si dhe për incidentin e paharrueshëm të disa viteve më parë në Beograd. Ndeshja ishte ndërprerë pas një dron me flamujnë e Shqipërisë etnike me autoktonerus dhe dy figurat e shquara kombëtare Ismail Qemali dhe Isa Buletini u fut në stadium që i parapriu incidentit. Ndeshja realisht ishte ndërprerë pasi huliganët serb, lojtarët e Serbisë dhe pjesëtarët e sigurimit sulmuan lojtarët e Shqipërisë. Futbollisti serb Tomovic vazhdonte të jetojë me paranoja atë atij momenti pasi së fundmi ai ka deklaruar se incidenti ishte i planifikuar dhe i inskenuar, ku edhe lojtarët shqiptarë në fushë dinin këtë gjë. Sinqerisht ishte një provokim i madh të shije të flamur të valvitej mbi kokat tona. Sipas mendimit tim, Stefani reagoi me mençuri dhe uli menjëherë. Mund ta shihni këtë nga veprimi i tyre, nga mënyra se si ata vrapuan brenda dhe si filluan ta mbronin atë flamur. Mendoj se gjithçka ishte e planifikuar e inskenuar. Pastaj të gjithë filluan të vraponin brenda, filluan incidentet, por siç thash më parë, mendoj se gjithçka duhej të kishte ndodhur në fushë dhe të mos kishte mbaruar kështu, por ky ishte padyshim qëllimi i tyre, ata që planifikuan përfundimisht e arritën, deklaroi Tomovic për Sportinho. Shqipëria dhe Serbia përballen tani në një tjetër sfidë ku Tomovic i ka bërë analizën, duke thënë se është i bindur se kombëtarja serbe zotron cilësi individuale dhe ekipore më të larta, duke pasur mundësinë për të siguruar fitoren e nevojshme në këtë përballje.